Territori shqiptar për datën 29 mars 2025 parashikohet të përshkruhet në një mod të paqëntrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 12 metra për sekond, çka do të krijojë dallgëzim deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 16 gradë, Peshkopi 5 deri në 13 gradë, Tiranë 9 deri në 15 gradë Celsius, Durrës 9 deri në 14 gradë, Kavaj 9 deri në 15 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 15 gradë, Berat 9 deri në 14 gradë Celsius, Korç 3 deri në 10 gradë, Vlorë 8 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 3 deri në 8 gradë, Sarand 9 deri në 13 gradë Celsius.